Analisti politik Zejnullah Jakupi në një prononcim për gazetën Bota Sot ka folur rreth kuvendit të 31 janarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke cilësuar atë si një moment të rëndësishëm reflektimi dhe orientimi për partinë. Sipas Jakupit, delegatët kanë përgjegjësi të dyfisht të shqyrtojnë dorëheqjen e kryetarit aktual, Lumir Abdigjiku, dhe të japin një sinjal të qartë për drejtimin politik që LDK synon të ndjek në të ardhmen. Ai thekson se vendimi për dorëheqjen duhet të merret me qetësi dhe përgjegjësi, duke vlerësuar rezultatet zgjedhore dhe nevojën për unitet të brendshëm, pasi çdo vendim i nxituar mund ta thellojë fragmentarizimin në parti. Kuvendi 31 janarit i LDK-s pritet të jetë një moment i rëndësishëm reflektimi dhe riorientimi për partinë. Delegatët kanë përgjegjësinë jo vetëm të shqyrtojnë dorëheqjen e kryetarit aktual, Lumir Abdigjiku, por edhe të japin një sinjal të qartë për drejtimin politik që LDK-ja synon të ndjek në të ardhmen. Sa i përket dorëheqjes së zotit Abdigjiku, mbetet për tu parë nëse ajo do të miratohet nga delegatët. Vendimi duhet të merret me qetësi dhe përgjegjësi, duke vlerësuar si rezultatet zgjedhore, ashtu edhe nevojën për unitet të brendshëm. Çdo vendim i nxituar mund ta thellojë më tej fragmentarizimin brenda partisë, ka thënë Jakupi. Duke folur për garën e mundshme për kryetar, Jakupi vlerëson se shpallja e kandidaturës nga Abdullah Hoti ishte e pritshme për shkak të përvojës së tij politike dhe institucionale. Megjithatë, ai thekson se mungesa e kandidaturave të tjera zyrtare nuk duhet ta mbyll procesin, por përkundrazi, LDK-ja ka nevojë për një garë të hapur, demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Në këtë kontekst, ai përmend figura si Valon Mortezaj, Faton Bislimi dhe Uk Rugova, të cilët sipas tij përfaqësojnë profile serioze dhe të denja për të konsideruar për postin e kryetarit. Shpallja e kandidaturës nga zoti Hoti është një zhvillim i pritshëm, duke marrë parasysh përvojën e tij politike dhe institucionale. Megjithatë, fakti që aktualisht nuk ka kandidatura të tjera zyrtare nuk do të thotë se procesi duhet të mbetet i mbyllur. Përkundrazi, LDK-ja ka nevojë për një garë të hapur, demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Figura si Valon Mortezaj, Faton Bislimi dhe Uk Rugova përfaqësojnë profile serioze dhe të denja për të konsideruar. Një votim i hapur për të gjithë kandidatët potencial do ta forconte legjitimitetin e kryetarit të ardhshëm dhe do t'i kthente besimin bazës së gjerë partijake. Analisti thekson se LDK-ja duhet të përzgjedhë një kryetar që e bashkon partinë, i rikthen brenda saj ata që janë larguar ndër vite dhe e shndërron atë në një shtëpi të hapur politike, jo përjashtuese. Po ashtu, sipas tij, partia ka nevojë për një lider konstruktiv që nuk e bllokon funksionimin e shtetit, por e mundson atë. Në planin institucional, Jakupi vlerëson se LDK-ja duhet të luajë rolin e saj, duke mos penguar krijimin e institucioneve nga partia fituese, duke votuar kandidatin apo kandidaten e propozuar nga lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni qeverisës, si dhe duke mbështetur buxhetin e shtetit dhe ligjet ndërkombëtare që janë në pritje për shkak të mos konstituimit të institucioneve.